do të ketë, ka mundësi që t'jetë njëra nga kandidatët e kështu? Shiko, edhe deklaratat e kryeministrit Kurti flasin për një mandat të radhës. Vazhdimisht flitet për rizgjedhje. Leadershipi i Guxas në atë kohë vazhdimisht ricik me lavdet më të mëdha punën dhe vlerësimin për performancën e saj. Andaj pozicioni ku ajo nuk ishte e pranueshme për presidente, mirë po ishte e pranueshme për zëvendës kryeministre dhe ministre, për mu ishte befasi në veti, sepse kjo po e prodhonte një krizë të radhës politike institucionale, pra shkuarje përsëri në zgjedhje, për dikën për të cilën ishin nënshkrimet, e që ishte e pranueshme për zëvendës kryeministre dhe ministre punëve të jashtme, mirë po nuk ishte e pranueshme për presidente. Kjo mlente pra më shumë tendencën për një kontroll absolut, për arsye që jo sa s'monte mbante pozicionet e veta, mbante qëndrimin e vet dhe forconte në vazhdimsi aleancën me partnerët tanë. Pra vetëm çështja pra e kësaj nën zëvendës kryeministre radhës, pra mlente për shtypjen e më shumë të një apetiti për kontroll edhe një ego personale, e besa edhe në të nështrimit të secilit edhe partner politik që e ka, përderisa i pranon nën funksionet e veta, mirë po jo si për funksioneve të veta. E kjo mund të më shumë që është arsyeja. Kjo është problematike. Në rast se ti e ki pos Vjosa Osmani, e ki pos presidente për 5 vjet, edhe tash ti thu nuk bën kjo për presidente, po bën për zëvendës kryeministër ose ministre